Diva jon, Parashevi Simaku i rikthehet muzikës. Pas të gjitha sfidave që ka kaluar, si ndarja nga bashkëshorti, vështirësitë me banimin dhe problemet shëndetësore, më në fund ka ardhur koha për një fillim të ri për ikonën e muzikës shqiptare. Artistja e paharruar e skenës son po rikthehet me këngën Jetoj, një projekt i ripërpunuar nga një producent muzikor i njohur. Lajmin e bëri të ditur biznesmeni Elton Iliriani, i cili ndau detaje të rëndësishme për këtë rikthim të shumëpritur. Premtimi që flutura do të rikthehej, po bëhet realitet. Shumë shpejt një videoklip i sapo përfunduar. Parashevi Simaku shumë shpejt vjen me videoklipin e saj të ri, të xhiruar dje në New York City, shkroi ai në rrjetet sociale. Ky është një lajm i madh për të gjithë fansat e Parashevi Simakut, të cilët kanë pritur me vite këtë rikthim. Që në largimi i saj nga tregu muzikor, pas ndarjes nga bashkëshorti dhe djali i saj, adhuruesit kanë shpresuar që ajo të rikthehej aty ku e ka vendin në skenën muzikore. Tashmë, ky rikthim jo vetëm që shënon një moment të rëndësishëm në karrierën e saj, por gjithashtu sjell emocion dhe nostalgji për publikun shqiptar. Parashevi Simaku është një nga artistët më të dashura të muzikës shqiptare, me një karrierë të mbushur me hite dhe një zë unik që ka prekur zemrat e shumë gjeneratave. Këngët e saj ikonike kanë mbetur në kujtesën kolektive të publikut dhe ende dëgjohen me nostalgji. Rikthimi i saj është një moment i veçantë për industrinë muzikore shqiptare, pasi ajo sjell me vete një stil dhe një interpretim të veçantë që ka munguar prej vitesh. Përpos talentit të saj të jashtëzakonshëm, Simaku është gjithashtu një personazh i dashur për publikun. Thjeshtësia dhe pasioni i saj për muzikën kanë bërë që ajo të ruajë një vend të veçantë në zemrat e shqiptarëve, pavarësisht mungesës së saj në skenë për një kohë të gjatë. Tashmë, fansat e saj janë në pritje të premierës së videoklipit të ri dhe të projekteve të ardhshme muzikore. Ky rikthim nuk është vetëm një moment nostalgjik, por edhe një fillim i ri për një artiste që ka ende shumë për të dhënë. Ne ju urojmë sukses dhe mezi presim ta shohim sërish të shkëlqejë si dikur. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!